Ky libër quhet kështu sepse shumë libra të kësaj lufte nuk u shkruan. Jo sepse nuk ishte çfarë të thuaj, por sepse jeta u ndërprej para se fjala e tyre të merrte frymë. Ky libër është një përpjekje për të dhënë zë atyre heshtjeve, për të mbledhur copëzat e kujtesës dhe për të lënë dëshmi brezave që vinë se kjo liri ka çmim. Dhe nuk ka ditë më drejt për këtë përurim se sa dita e sotme, dita 30 dhjetori, dita e veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky libër nuk i përket autorit, i përket veteranëve, i përket atyre që bartën barën e lirisë edhe kur askush nuk po i shikonte. Sonte këtu, fjala ecën në të njëjtën rrugë me artin. Ekspozita, gjurmët në rrugën, pak them nga artiste Emine Etishi, vajzë bija një ushtarit, bashkëluftarit tim, që sot është dëshmi se ajo rrugë ka lënë shenja që nuk fshihen edhe nuk duhet të fshihen asnjëherë. Arti dhe libri nuk janë këtu për ta zbukuruar historinë, janë këtu për ta ruajtur historinë. Në këtë ditë përulemi para veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, para atyre që janë mes nesh dhe para atyre që nuk janë më, por para atyre që jetojnë në lirinë që sot e kemi këtu. Liria nuk është diçka që festohet një herë në vit. Liria nuk ruhet çdo ditë. Andaj, unë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj edhe një herë për mos ta zgjatër më tepër, që keni gjetë kohën dhe jeni në prani, lavdi dëshmorëve, lavdi të rëndëve për të realizuar në lirinë sot. Faleminderit.